ke marrë vizën, ata kanë shurë gjithë me vizë. Unë besoj Amerika nuk do me gjithë... Edhe ai somalezi kështë Arbitri më i mirë i Afrikës se paketuan e quan prapë. Je Cannavaro apo je... E vërtet, është dhe kjo. Të që Amerika është Amerikë, prandaj është ndryshe nga gjithë vendet e tjera. Sigurin në basë 11 shtatorit e ka bërë... Miro, po t'ishte LeBron James në Europë, për shumë, do kishte një tretim tjetër, nuk besoj sepse qyshe në këtë pikë. Vedë mos harro që nuk ka plas, nuk kanë hedhë nërë ndërtesat në Europë së shkodhën mes një. Edhe këtë duhet e, pra rëndësia... Qëndra e botës është në Amerikë. Kërë që New York është qëndra botës, të nda ajo godit në ditën me djelë. Pra një farë mënyre përshilloj traume kolektive që ata nuk e kanë kaluar, se është njëjti brez që vazhdon... Po jo, si ishte kjo problem vjetë të këbotrori klubeve? Njërat politike që pëndodhin tani, sigurisht që janë... E pra kanë ndikuar dhe kjo, sepse vjetë të këbotrori klubeve nuk ishte kjo problem me këto kontrolet ekstreme. Nërko që si vjetë... Botrori klubeve nuk ishin këto komtarët, për shumë shtete si Iran, Uzbekistan... Po brenda këtyre skuadrave kishte edhe element nga Afrika, apo nga Azia, apo nga vendet e tjera, kështu që ishin pjesë. Por jo kjo kontrol ekstrem. Besoj që lufta ka ndikuar. Ndoshta kontrolli ka qenë, por nuk ka qenë kaq mediatik, kaq publik thua. Le ta pranojmë që Kupa e Botës është padyshim panajiri më i madh botor. Nuk thonë që kur ka Kupë Bote, hajmë futboll, nuk shohim futboll, pa ham futboll dhe pim futboll. Kujtohet botrori Meksikës, që është nga dy botrorët e parë që unë kujtoj, i parë është ai 82-shit, më thonë. 78 më thonë që kam parë në ndeshje, por nuk e mbaj, se kam qenë 5 vjeç. Po të 86-s e kemi gdhir gjithë natën duke parë ndeshje futbolli, ka qenë Maradonën kryesisht. Gjitha. Gjitha ndeshje. Maradonën edhe Gjermaninë edhe... Ka qenë kulmi Maradonës e periudhë, për shumë. Kulmi Maradonës e... Megjithatë, të kësaj radhe kemi kulmin final të dy lojtarëve të Mesit dhe Kulmin, po në një moment tjetër, një moment rënje, një moment themi historik. Botrori 6 për njerin, 6 për tjetër. Po 21 vjeç sa do për shembull. Ritmi i kampionatit arab nuk ka paragon me ritmin, për shembull, Premier Ligën. Unë pash kur riku në Arabi Milosevic Savic, në Itali merrte zvarr gjithë. Kur riku aty mas një viti që erdhi bëri evropianin. Po pra, me Kroacin kundër në Ecte. Me Serbin. Me Serbin, Ecte. Megjithatë, ky është ndërta një botror i shunuar nga këto dy emra apo jo? Patjetër që po, dhe janë këta... Që kanë lënë hien një brez të tërë, duhet të. Pikërisht, është botrori 6 që tani janë rekord bashkë me Ochoan, portierin e Meksikan. Po kjo Ochoa kurri, se kjo vetëm shpaqet botror. Shpaqet botror. Luan Meksik, po është një nga këto ikonat që e marrin gjithmonë me vete. Parroj 43 vjeç, sa? 43 vjeç, nuk është më i madh. Jo, është Gordon 43 vjeç më i madh. Por Ochoa është 40 vjeç. Portieri i Skocisë. Bashkë me Luka Modric. Por ta ndjekin rekordet. Janë 17 veta. 17 nga 38 e sipër. 38 e sipër. Mbi 40. Mbi 40 janë në lëndë lojtarë. Qa tregon fakti që jo vetëm që janë në mosh që dikur ishte e pa imagjinueshme tishin fush, por dhe fakti që janë dominant akoma. Roger Milla kishte rekord. Evolucioni afrikanët, sidomos kamerunezët, duhet të shohësh gjithmonë me dyshim datën e linjës. Po kështu që ai mund të jetë më i madh. Siç është zgjat jeta biologjike, është zgjatur dhe jeta sportive, kështu që edhe kjo për shembull. Çfarë thotë kjo? Është një shkencë në vete që domethënë në preparacionet atletike, në kurimin e trupit, në hidratacioni, vitaminat që marrin sot në kohën tonë. Lunim futbol, uj me sheqer. Për mua ka diçka tjetër që s'lidhet më shumë me formën, sepse kush do të thonë të jo Ronaldo apo Lionel Messi që duan të luajnë botrorin e tyre të 6 për të vendosur një rekord. Do kishte shumë guxim Scaloni, trajneri... Jo, kemi parë trajnerë që kanë ikur në shtëpi. Ronaldo ka çuar disa trajnerë në shtëpi. Scaloni... Atëherë do ishte kryengritje... Scaloni ka luajtur futboll me Messi, ai është dhe më i kompleksuar. Po do kishte kryengritje në Argjentinë, apo në Portugali për Ronaldo. Messi nuk do jetë në kombëtare. Ronaldo nuk do jetë. Momenti përderisa Messi është një nga më të mirët ke Miami, me atë futboll që... Patjetër që po. Dhe më i mirë ligës amerikane. Po pra, nuk është në 100% e tij. Ronaldo gjithashtu më i mirë i ligës arabe. Por që përsëri për luajtur një botror. Po pra, pikërisht sepse jam shumë pak ndeshje ata i përballojnë janë profesionistë, sidomos Ronaldo që është robot. Mos ta shohim edhe Ronaldo kaq robot sa ashtu sepse duke ka ul tempin. Po patjetër që ka ul ritmin, ka filluar teci pak, ka filluar. Megjithatë më bëri përshtypje Ronaldo kur hodh shortit e doli Portugalia për 2030. Ta do luajë. Ta jam shumë i lumtur që të kem mundësi ta luaj ta një botror në
Në vendin tim. Nuk është çudi, me Ronaldo gjithçka mund ndodhi. Mundodhi. Gjysmë ndeshje në tjerë. Mos Do ishte rekord apo jo? Do ishte botërori 7. Ai Ronaldo që ka ulur ritmin, çdo ky sezon i Ronaldo ka qenë i gjithë në funksion të botërorit. Cristiano Ronaldo me çmendurinë e tij do të vendosë rekordet, një tyje rekordet e veta. Aty kur ishte duke unë kampionatin. Edhe shpreson, edhe shpreson që fitoi botërorin e parë për Portugalinë. Kështu që edhe kjo pastaj do ta. Mirë, Brezin e kanë të ardhur, për herë të vërtetë. Grupin e kanë, Brezin e kanë fantastik, por Brezin e kanë ndoshta më të mirin, unë mendoj që kanë, megjithëse ndoshta me fushën absolute në botë. Por nga mënyra e të luajturit futboll, nga mënyra e të luajturit futboll është trajnerin e kanë shumë të mirë. Megjithatë unë mendoj që trajneri më të mirë ka Brazili. Normale. Normal. Jo, sa, unë jam unë jam me Gjermaninë, gjysmë zemër e kam me Anglinë, por Brazili këtyre ndeshjeve të fundit ka qenë mizor. Në mënyrën se si e dominojnë ndeshjet. Nuk e di nëse ata do të arrijnë ta ruajnë të njëjtin ritëm dhe në botror, po nëse është ashtu do jetë, nuk e di. Me që hymë të parashikimet Sokol, se erdhe i përgatitur, i pash gjitha këto. Ti e gjithmonë e përgatitur. Edhe Ledio, kur bon dikur emision, nuk i pëlqen dhe këto parashikimet fare. Jo, i pëlqen. Po gjithësi, as Portugalia, nga nesër do t'i ketë më të shpesh të parashikimet. Holanda, ndoshta nuk Holanda. Pastaj diskutojmë atëherë si Portugalia, si Brazili nuk janë të favoritët kryesor, pra në renditjen në top 3. Franca sigurisht duhet të jetë. Franca, Spanja, është Spanja. Anglia, Brazili. Edhe Spanja ishte e bukur se ishte edhe nga bookmakersat, pra kompanitë e baseve, por edhe nga Opta, që është agjensia më e madhe sa i përket statistikave në sport dhe bën këto parashikimet e bazuar në statistika. Pra e para është Spanja, Franca, Anglia, Argentina, Portugalia e pesta, më pas është Brazili edhe Gjermania. Kjo është 7 që e parë sa i përket parashikimet. Unë pash një parashikim tjetër, Franca e para, Spanja e dyta, Anglia e treta, Brazili e 4, Portugalia e pesta, edhe... E di ku qështë kjo? Sepse tani kjo është periuda më e bukur. Me që bonin me oktapodin, pol, me kuaj, me... I gjarëbër të shishtë. Gjarëbër nga kampi Zvicër. Edhe Goldman Sachs, banka investimeve e madhe amerikane, kështë përdor algoritmin e saj, superkompjuterin që për algoritmet e veta, kështë përdor për të bërë një parashikim dhe jo kështë nëzjerë Francën, por flasë për bookmakersat edhe për Opta. Kur shikon lojtarët francezë, unë mendoj që kanë lënë minimalisht 2-26 që tjera në shtëpi. Franca është ekipi më i shtrenjtë. Unë besoj që ato kanë probleme me njëri tjetër. Shiko, mua më kujtohet një bisedë... Me ato Mbappén, me qa kemi ndigjuar. Mua më kujtohet një bisedë. Kemi qenë duke u kthyer nga Kievi, ku ishte finalja e Champions League-s, ku Reali mundi Liverpoolin dhe ishte bashkë Loriku. Edhe e pysim bëm një pushim në gjatë në Vjenë, edhe në gjatë drekës, e pysim Lorikun i them, kush mendon që si ishte botrori, që fillon dhe për pak ditë. Nuk ka asë një ekip tjetër që është më i lartë se Franca. Por tha ka një problem, tha, duke qenë të gjithë super yje, nëse fillojnë fërkimet, si shpilluan 2010 në Afrikën e Jugut, ata plasin si bombë. Por ta nëse ato arrin të lidhen me njëri tjetrin, sigurisht ato është shumë gjithë mundës, dhe praktikisht Franca e fitoi edhe 2018, unë mendoj që duhet e kështë fitohet 2022, po kjo është përsa histori tjetër. Nëse Franca ka dhe një yll tjetër të veçantë, shumë që ka lindur tani Michael Olise, për shumë është nga lojtarët absolut. Unë e zë për pres të shofë botror. Ke dyshime, Sokol? Jo, absolutisht. Për mu do jetë... Sepse i la jashtë, i lasht Griezmann për shumë, sepse në fundi ishte ai që zvendësoi Griezmann. Jo, mendoj që Griezmann mund të jepte një kontribut. Po ama mendo çfarë lojtarësh, në një Francë që lë Antoine Griezmann në shtëpi. Pikërisht, kjo është pikpyetja e madhe. Që lë Tito Oliver Giroud, po okej, po Oliver Giroud, me Oliver Giroud Milan i fitoi kampionatin. Pra, mendosh domethënë çfarë lojtarësh kanë lënë, pa folur për këta. Jo, po mendosh që Griezmann ishte një hap larg finales së Champions League-s, lojtari më i mirë Atletikos, në përballje me Arsenalin, në të gjitha ndeshjet, kështu që flitet për një lojtar të nivelit lart, jo një lojtar që s'ka formë apo nuk ka ritëm, kështu që ka konkurrencë të fortë, por natyrisht
ndoshta lojtar si Griezmann, personalitetet forta mund të krijonin probleme. Jo, për menim Unë besoj se si emër duhet ishte. Griezmann. mund të ketë edhe ai duke e pa, se për shembull neve Duhet linte shumë lojtarë të tjerë në shtëpi. jo, sepse mbrapa këtyre skenarëve ekzistojnë edhe bisedat private, kur trajneri ti thotë ty do vish, po nuk je zgjedhja ime 2-3, ai thotë më vjen që të vi unë aty 3-50 ditë e tikën truni, i keri me kalamajt e mi se kam bë 60 neshje. Plus kam dalë kampion bote, Kam dalë 60, kam bë 60 neshje se ato në fund vitit kur e arrit ke qenë kampion bote, kampion. i çuni i ri e pranon, kurse ai thotë më mirë preferoj të ri me familjen se sa të Që mund të jetë një Do të bashkëbisedim. shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi flasim pak për botrorin i cili nis pas fiks 35 minuta, rikthehemi pas pak.